Sa po e përballon një vendas, një kosovar, me një rrogë ndoshta 500 euro, 600 euro, me ble një çantë, një makinë, dhe me thonë një makinë dhe një çantë luks që kushton mbi 2.000 euro çanta dhe makina 150.000 euro. Apo kupton? Për këtë po e flasim. Kjo do të banorëve të Kosovës kjo pyetje, ata të cilët e dinë se ku i marrin parët e dytësore. Është e njëjta gjë edhe për diasporën. Sa ne shqiptarët, si diaspora, si Kosova, po e bëjmë gjana për sy të Edhe vini votës. shpërlojmë parët në Kosovë. Jo, nuk rëndoj që shumica e diasporës vinë bëjë shpërlojnë parët në Kosovë dhe blejnë banesa, shtëpia, po të kopet e për x persona për shembull me qa punojnë. Ku pedin tese? Ku pedin se ku i ka marraj pra parët? Na punojnë në institucione dhe dina. Po ani mirë pro, na i trego ato Edhe qytetarë tonë kena plot që shkojnë edhe i shpërlojnë vendet, na për vende të Evropës edhe tjera, e sidomos Gjermani. Shkoti që i thash 500.000 euro në Gjermani, shteti Gjermani nuk t'ly pas për ardhe ka i kije. E raste konkrete di që kanë qu plot. E kështu që edhe në asjetas vinë të vini i blejnë objekte shpijtojnë në regla që çdo shtet i kontrollon mbrenda vendit. Nëse bje pare për një vendi tjetër, thuj se asë një vend nuk i ndalan. Një pjesë madhe që binë e bënë shpëllome të paras, gjithë mërgjimtarë. Këtë nuk munde me thonë, sepse nuk e di po. Shpërlarje e parasësh nuk është i termi duhur, sepse që nga vitet e hershme, të gjitha ato firme, ato që kanë ato, dikush për tyre është liu me djerë si ka ndërtu ato